Ekipi i Universitetit Luigjë Gurakuçi ka marrë një tjetër fitore në kampionat dhe vijon të kryesojë vetëm rënditjen edhe pas javës së 6 të kampionatit 5x5 Masters, që po organizohet nga shoqata rajonale e futbollit Shkodër në bashkëpunim edhe me shoqatën Pro Sport. Universiteti Luigjë Gurakuçi ka fituar me rezultatin 9-4 ndaj ekipit të Bashkisë Shkodër në ndeshjen e luajtur në kompleksin Zmijani. Universiteti Luigjë Gurakuçi ka kontrolluar gjithçka se i takon ndeshjes, teksa e mbyllën pjesën e parë me rezultatin 5-3. Në pjesën e dytë, epërsia e ekipit të Universitetit Luigjë Gurakuçi u thellua edhe më shumë, edhe si rrjedhoi ata arritën të shënonin edhe 4 gola të tjerë, ndërkohë Bashkia shënoi vetëm 1 gol. Përfundimisht gjithçka u mbyll me rezultatin 9-4 dhe Universiteti shkon në kuotën e 15 pikëve, duke mbajtur vendin e parë në rënditje, ndërkohë Bashkia e Shkodër mbetet në kuotën e 7 pikëve dhe aktualisht mban vendin e 5.